Menduar për qytetarët. Dhe për folë që do të kishe më shumë plazhe publike, si e shikoni? Pa tjetër duhet të ketë më shumë plazhe publike se gjithë kjo popullat dhe kështu që stonojnë njerëzit, nuk vinë, nuk ngurojnë se nuk pagojnë dot lekët në për çadra. Ti mundesh dot të ulesh në çadër? Jo, absolutisht asgjë. Pse? Se janë të gjithë pjesa më e madhe e Vlorës është pensionista. Kështu që ndronda në momentin në plazh. Tu para pa çadër, pa karike, pa gjë. E të kontrolloj, është zbatuar apo jo ligji që është në fuqi, që në 1000 metra 700 i ka privat, 300 i ka publiku, ato 700 janë për hotelet që akomodojnë njerëzit, që mund t'i ndërish në parë, mund t'i ndërish në dytë. Po, këtë do t'a verifikojnë ata, dhe aty ku shkelet ligji, të marrin masat, t'i heqin. Nuk keni ardhur vetë këtu, ka hapësirë publike në vendin ku ndodheni? Këtu është privat, publiku jashtë. Ato që thashë se çadrat atë ngjyra, aty është publiku. A është respektuar distanca që jep ligji? Të ta verifikojnë ata, që kanë për detyrë. Edhe mos i krijojnë kot shqetësime banorëve. Se nuk është që po themi është 1 kilometër e ca dhe do të shkoj po themi ai publiku 1500 metra ose 2 kilometra tutje. Ju vetë ka përcjellni kryeministri shqetësim dhe qytetarëve të Vlorës? Është kryeministri s'kan këtë merret me gjithë ato punë. Ka punë të tjera. Po kryetari i bashkisë do t'ia thoni. Unë kam ardhur për 2 ditë, do iki prapë, se kam punë. Shumë ankesë publike. Kemi 20 vjetë këtu edhe kemi pasur midis 2 pallateve pjesën tonë, gjithë lagja këtu vinte, edhe ky reshtë dhe ky reshtë, 2 reshta, i ka zënë ajo gruaja deputete. Çfarë? E kujt është? E për Parti Socialiste. Gruaja deputete? E ka qenë drejtoresh Martin Teti. Pse ka miq ajo edhe, ajo e ka prapadjedhit shtëpinë, unë e kam këtu, pse ti ke që këtu? Po, u folë që do të kishin vetëm në hotelerit, pjesë plazhi, do thotë, i kanë marrë. E kanë marrë këta. Na i kanë zënë vendi. Ere parë që na i zënë, se ne e kemi pasur publik këtu. Vinin tër lagja. Po qëndroni vetëm? Ja, të hijet e këtyre s'na lën. Tu nuk u leje fare? S'na lën, unë ul atje, ai na shikon me inat në hijen e këtyre s'do që të rish, se e ka privat. Ai bosh i ka të tërë. Pra ndërkohë, ti mund të vish me një çadër me vete, si të lejojnë? Ja. S'kam ku ta çoj. Ja, kjo është. Domethënë, kam bërë maskarallek, ajo tha kështu që është spostuar, e ka zënë tërë duka, tha, edhe jemi spostuar ne, tha, por nesh na duhet, pse na i zot vendin? Duka është në rishtë e parë dhe i takon, ta marri duka aqë sa i takon. Ja. 15 vjetë që bëjmë plazh këtu, në kupton? Dhe di është zënë këtë vendi këtu, e kishim bosh, dhe është zënë, tani u largohu, pa juve ai zotëria që ka vendosur çadrat dhe ka ikur. Pse kryetari i bashkisë sa do të ketë më shumë hapësira publike? Urdhëro kush kryetari i bashkisë, ne se kemi parë një bashkë të dalë, si del ai ndreu i Lezhës. Që del vend për vend që ashu. Po ju po qëndroni tani? Ne unë rinë në Buzë të Detit atje, me një karike. Tu s'të lejojnë? Absolutisht. Tër pallatjer janë shpërndar, rinë për gurin të atje, shiko si mbush atje, qytetar që rinë lartë e gurit. Sa ne duam ndihmën tuaj të na ndihmoni. Se kryetari i bashkisë nuk është parë të dali të kontrollojë, ose inspektorat e kryetarit i bashkisë që ka atje, gjitha veta që punojnë. Kemi ka i ditë që... Ja, këtu që ndrojën. Qa të bëj? Ka zënë vendit tonë, se kemi 10-20 vjetë që këtu e bëjmë plazhë, ja ku e kemi shpinë. Sa sot këtë plazhë është i zafuar? Sot e ka për privat ajo deputete, ka këtyre. Ja kam certifikata. Në përgurar. Në fund fare kanë zënë vendin dhe atje. Tash i ka thënë Edi Rama, po
Ja kur ju, na rikë. Okej, në rregull.